Zëdhënësja e lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë Bogdanka Kuzeska ka deklaruar se para rreth një muaji Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë ka njoftuar se ia ka dorëzuar pëlqimin shtetëror konsulit të nderit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në Republikën e Serbisë Dušan Adamović. Kuzeska ka ngritur pikpyetjen se kush është Dušan Adamović dhe pse pikërisht ai është zgjedhur për konsul nderi. На платформата X може да се најдат стари објави на Адамовиќ кој вели дека, цитирам, Српска Македонија била окупирана. Ова почитување е скандал сам по себе, но одиме понатаму. Адамовиќ е висок функционер на СНС, сестринската партија на ВМРО ОКГ и близок со Александар Вучиć. Бил член на извршниот одбор на СНС, координатор за Срем и координатор за Јужен Банат. Во медиумите во Србија има скандалозни информации за бројни афери кои се поврзуваат со него. Во 2019 година, поранешниот министер за внатрешни работи во Србија Зоран Живковиć јавно ќе објави дека Дуšan Adamović е дел од група која се занимавала со трговија со оружје. Kuzeska theksoi se mediumi serb Vesti ka reportuar se në vitin 2008 në moshën 24 vjeçare është qelluar në këmbë sepse kishte borxhe dhe sipas Kuzeskës ka mbijetuar një sulm me bombë në vitin 2006, ku dhe është arrestuar edhe për vepra të tjera penale. Shumë afera me prapavi kriminale lidhen me të. Ajo parashtron pyetje se a e kanë kontrolluar shërbimet maqedonase të sigurisë apo Hristijan Mickoski ka lobuar personalisht për të. Kuzeska i bën thirrje kryeministrit Mickoski të dalë dhe të përgjigjet se si nga kaq shumë biznesmen të respektuar në Serbi, qeveria e ka zgjedhur Adamovićin për konsull deri të Maqedonisë.